Nuk është, po unë kam përshtypjen që ai ndodhet në një stad tjetër të jetës ndryshe nga ty. Ajo çfarë do ti është të shijosh tani kohën vetëm. Kohën me ishin, ndoshta vetëm. Po, jo, nuk mendoj që do të Sara do të ketë me ishin. Nuk mendoj që Sara do të kthehet. Sara do të kthesh me ishin, unë mendoj që jo. Jo, nuk e shikoj fare si gjë këtë. Ajo me ishin është nuk e ka dhënë closure. I ka dhënë dje. Kur ti nuk i jep një closure, po mund të nuk e di se unë nuk jam Sara, po unë në këpucët e mia, ndoshta kemi patur dhe ne ato histori tona, deri në momentin që ti je e shkëputur totalisht emocionalisht nga ai, nuk e për të patur më. Po, ti ke thënë një episod të tërë që nuk je një kundër kthimit me ishin dhe nëse një gjë ka mbaruar, ka mbaruar. Jam, nuk po i them riktheu me ishin, po unë po them ajo nuk e ka dhënë closure me ishin, sepse ti nuk mund të vi ishin në jetën tënde dhe ti të bëj të kuptosh që ky dashuri të shikosh anët negative që ka ky tani. Jo, unë mendoj që këto janë të dy rrugë të ndarë me të dashurin dhe me ishin. Unë mendoj që edhe nëse Sara ndahet me të dashurin që është tash, shpirtërisht e kam mbyllur me ishin, ti po të kthehet për qef. Jo, tani me drejt. Jo, Sara, më fal. Nuk do i kthe. Kjo është bullshit, po kthe me ishin për thjesht për qef, po nuk është për qef, për çfarë do kthesh? Për qef. Po si mund të kthesh me ishin? Sepse Sara ka shijuar koha që ka qenë me ishin aventuriere për anë shpirtërore. Po jo, ti pëlqen ishi seriozisht. Asa ishi ka tani nuk janë njerëz, domethënë nuk janë tullsi i Sarës për të harruar njërin apo tjetrin. Nëse ti do të jesh seriozisht me dikë i dhe parimisht, do të jetë seriozisht, do të jetë part-time. Atë mos u kthe me ishin për qef. Po pse? Ishi s'lëndohet, ishi aventurierës. Bën ishi të qartë dhe i thotë se nuk dua lidhje, po dua të them për qef, dhe ai ka dëshirë në këtë pjesë. Po as për qef? Thjesht për të kaluar kohën? O Xhesi, jo ish për qef më Xhesiana më. Mos dosh ti pëlqesh me ishin për qef, për të kaluar kohën dhe nuk ta kemi pyetur dhe ndjehesh e menjanuar. Do ta thuash se ke nevojë ta thuash. Arsyeja kryesore që unë qëndroj kaq shumë me atë është sepse vetëm tek një pjesë, prandaj them ndoshta ka shumë tretësa narcisti, sepse kur vjen puna tek të qenit intim me njëri tjetrin, është komplet mind blowing. Kjo është një ndër gjërat që mua shkëlqen. Motra, po ti na thuaj ti gjë në fillim, tash mos na thuaj tani pasi jemi zënë, jemi kapë njëra tjetrën dhe na thuaj që fillim goca shumë i mirë, seks, kaq, maro iku. Ky narcisti. Ky narcisti bën shumë sens. Ne tu i dën diagnoza. Unë nuk kthehem me ishin kurrë më, është mbyllur, jo sepse është toksika apo ku dion, po thjesht është kapitulli i mbyllur. Dhe ai më hapi thjesht syt për të parë nëse kjo është ajo çfarë dua apo thjesht dua që të marr atë kohën time vetëm të shijoj shoqërinë. Nuk e di, me këtë jam. Çfarë do të bësh ti? Domethënë, nëse në këtë situatë do ndodhej një shoqja jote ose një gocë tjetër dhe ty do duhet të jepje këshill. Çfarë këshilla do të jepje? Për shembull, çfarë duhet bënte në këtë rast? Aq shumë sa jam lodhur në këtë marrëdhënie, të betohem nuk jam lodhur ato 5 vite që kam qenë me atë dhe thjesht do i thoja lëre. Do i thoja lëre. Pra. Po, do i thoja lëre, por domethënë këto janë ato gjërat që mua më mbajnë se si çdo femër do një njeri në krah që i jep siguri, është familjar. E drejt. Shiko. Po. Goca, edhe një herë. Goca dhe i them dhe këtyre të mjave këto, unë të bësi mami si gjyshe, unë asu se unë kam... Nese, doja të thoja që kjo liria e shfrenuar, të pirit bar, të pirit alkohol, të ndërnjëri deri vonatën, shoqëria 5 herë në javë, 6 herë në javë, është shumë e bukur dhe duhet kaluar pa tjetër. Domethënë një periudhë të jetës çdo njeri duhet ta ketë me këtë. Por, deri kur do jetë faza që ti do e duash këtë gjën dhe vjen një moment që dhe ai tjetri që do kesh pas këtij të dytit do të bëhet i mërzitshëm, sepse dashuria nuk është vetëm hajde bëhemi ne, më falni, byth edhe pim edhe dehemi dhe hajde vetëm udhtojmë, dashurinë e shef dhe në gjëra të tjera. Kështu që nëse ti kërkon siguri, ti duhet ndash mendjen tënde çfarë do në këtë pikë të jetës, se unë nuk mendoj që ti në këtë pikë të jetës do sigurinë të një njeri familjar, personalisht.
kupton se do të vi një pikë që do të bëhet boring edhe ai tjetri. Pra nëse je me këtë mindset që je tani, mendoj unë. Unë jam komplet e kundërt Blertës. Çfarë mendon? Që mendoj që je thjesht 24 dhe është shumë okay mos ta dish se çfarë do edhe të eksperimentosh derisa ta ndjesh ti veten që e ke kuptuar sikur sa do pak. Përkundrazi mund të gjesh një partner që të jetë fiks si ty dhe mund të dilni të pini të bëni byth sa herë të doni bashk Deri kur? dhe deri 50 mund të keni biza me proteza në gojë. Fare çfarë jete do ti të bësh. Nëse do ta bësh jetën e filmave. Një Se jetë filma shlin biza. Shkon në palas, i ke familjet aty që e bëjnë të jetë. Dakord, po. Ai më ka njohur mua edhe në fillim që un kam qenë ky lloj tipi që sepse me punën që kam nuk dua të nxjerr as justifikime tani, po që kur thot Xhibani pi më bar, s'pi më bar, pi bar. Sa do me bëj të tarti tani. Mirë, shiko. Unë nuk mendoj lidhet bari. Unë nuk mendoj që është bari gjëja që është, domethënë thelbi e kësaj gjëje se ti bar mund të pish me këdo, po deri kur do pish bar më zemër, deri kur do të shijoj pirja e barit. Po s'ka, nuk është ajo, nuk e di. Të dyja ju po jepni këshilla kështu nga skaj në skaj. Është eksperiencë që do ta provoj. Opinion personal që unë mendoj që nuk ka pse të ketë njëri presion që deri kur të bësh të punën, deri kur të bësh shkollën, deri kur të gjesh burrin, secili ka orën e vet, timing. Okej, po ajo e kupton sa peng do i ngrihet për shembull nëse kjo lë këtë që është tani dhe gjen dikë tjetër që s'do e kënaqë si duhet, dhe thotë që po sikur unë rria me atë që kisha se isha shumë mirë, mund të një super familje me atë. Po sikur ai është posesiv i smur, ça sikur i ka këtu. Po sikur unë nuk është posesiv i smur, se humba posesivin dhe do ngel beqare, po ndërkohë do vuj gjithë jetës dhe më kontrolloj telefonin. Jo, nuk mendoj që kontrollon telefonin. A nuk mendon ti sa e tha 3 herë? Ndau, pra më. Jo, dhe është dia që ta komunikosh vërtet që ata shumë serioz. Ndonjëherë ata nuk e marrin seriozisht mjaftueshëm se sa keq jemi bërë ne kanë nervë dhe thonë ha se kështu e ka, kjo i ka 2 llafe do kaloj. T'ja presë shkurt që shiko se unë do ta me shoqërinë time 2 herë në javë. Do dal, e kam kohën time, ti e kohën tënde, s'po thot njëri gjë. S'mund të shkash posesiv se unë jam pra ti je 24 vjeç dhe të kesh gjithë këtë kontrollin te puna. Si do e lësh këtë punën, do fillosh punën tjetër? Jo, këtu pastaj Jo 24 vjeç, po dhe 50 jesh, nuk ka pse ketë se kontroll fare ndora ai. Do të jepja të njëjtën këshill. Nuk quhet kontroll, më falë, jo në këtë rast, se në këtë rast me të gjitha ato provat që tha Sara janë, po ndonjëherë kur je në një lidhje tamam, nuk quhet kontroll, quhet ndarje opinionesh dhe mendimesh, se po e bëjmë ne tani, i vendosim meshkujt në një tabelë qitje dhe themi narcist. Po ne po flasim për këtë mashkull specifik, nuk po flasim për meshkujt në tërësi. Nuk më pëlqen që, domethënë, kur vjen puna tek lidhjet sot, se kjo është një temë shumë e gjerë, po gjëja e parë që i këshillon dikujt thua ndahu direkt. Kur janë arsye madhore patjetër, po nëse ti e do atë, komunikon, nëse ti kupton që ai tjetri nuk ha pyk dhe absolutisht ka këto cilësi. Po pra, po ne po flasim për rastin e saj konkret që ja kam komunikuar 3 herë, bën këtë dhe unë e marr shumë afër zemrës të si rast, sepse unë kam qenë në një situatë pak a shumë me uljet dhe ngritjet e saj dhe të njëjtën gjë që më kanë thënë dhe do doja dhe unë t'ja thoja vetes është që zgjidh veten tënde, nuk ja vjen asnjë njeri në botë të shkaktojë ty ankth, të rrishti me frikë sovësh të më çosh screenshot pse nuk e hap telefonin e të tjerë se këto gjëra do rëndohen dhe nuk do kuptosh nga po të vjen më vonë. Në këtë rast, nëse ti vën e peshore dhe shqetësimi yt mental është më i madh se sa kënaqësia me këtë personin, ndau dhe nuk ka asgjë në këtë jetë që nuk kalon. Okej, qëndron. Qëndron. Jam dakord dhe unë me Menglin. Unë mendoj, jam shumë dakord, po mendoj që ndoshta ti thell. Mos mendon më për sot. Pusho, lër flas. Mendoj që thell ti e ke ndar me mendjen tënde që do e lësh, që do ndahesh. Është çështje kohe. Dhe mendoj që ndoshta ai këtë mohabetin e punës për shkakun ta ka thënë edhe si këshill ose thon lëre se nuk më bër ty ose si nuk paguhesh mjaftueshëm ose ku diun. Prap ty të duken sikur ti bën shumë keq, sikur të kontrollon gjithkohës. Jo sa se bën në një pikë, po ndoshta ti thell nga që e ke menduar që ky person të bën keq dhe ka ardhur koha ta lësh në vetdia jote.
Tani do të është momenti çdo gjë shef dhe ti me atë sy. E shef me sy, akoma dhe më të keq. Këto janë të gjitha një shenjë që ti duhet ta rimendosh marrëdhënien, domethënë. Jo, ajo po rimendom, pa thotë ata lë apo jo, se për mua dhe për këtë këshill, unë mendoj që ti duhet ta lësh. Duhet ta lësh, është gjëja më e mirë dhe pastaj shif e bëj, ndaç me ishin, ndaç me tjetër. Tjeri vetë. Ishin, e kemi harruar, ishin si, madje këto kohë po mendoj që është më mirë t'jesh vetëm. Ja, e shef. Ta t'jesh me dikë, thjesht nga frika për të qenë vetëm. Gjë, më fal, shpytja e fundit, ke një gjë uji ti në chartin tënd? Ke një shenjë uji në chart ti? Unë jam peshqit. Aha. Jam peshqit në horoskop. Ke përqen kur vetëm e dashur. Nuk ke përqen kur vetëm. Okej. Më thënë ti do t'i mbushësh mendje vetes tate, do rri vetëm, nuk e përndend kur vetëm, motra ime kaq kisha unë për të thënë. Një këshill mos e zvarrit shumë për mendimin tim. Vendos sa më shpejt. Po nga që unë e kam menduar këtë si gjë që para një 7-8 muaj, thjesht e kam zvarritur. Që këtu e zvarrit edhe ca. Jo, unë mendoj që ato e mban pika kyçe, e mban seksi. Jam 100% dorë me një që e mban ajo. E mban Po ajo. tani, nga Vlora o zëmra që kur thot se janë këto muhabete femrash, kështu i thoa mirë, kështu tani edhe hajde. Nga Vlora. Po pra, më rëgjit e Pelena nga Vlora është mix kështu, është mix që... O zemra, më falni. Binjak. Nga Tepelena dhe Vlora gjys për gjys kështu. Me origjinë nga Tepelena lindë rritën Vlorë. Këta janë problemi. Këta janë problemi miq. Ishi është binjak. Nga truam ishin me këtë momentali. O, do të mbleksej me ishin këtë episod me ty. O, pereni. Sa ishte ky? Luan. Më fal, unë kujtova se ishte ky. Më fal. Një Luan nga Vlora është akoma më keq. Është vetëm ai, është bota aty, ti thjesht merr frym anash ti. Ti thjesht ekziston. Telefonin, ju të përbashkët do ta keni telefonin. Ti ke telefon? Është telefoni jonë sot. Zemër kush po na shkruan? Zemra, ai nuk ka shikoni, sepse këto janë ato gjërat e tjera pastaj që të mbajnë. Është edhe pjesa që është shumë giving. Është narcist, në një farë mënyrë është i kalibrit shumë të lartë, kur themi që është e jona, thot edhe për pjesën shpirtësie me lekët, sepse E shef të gjërmaj do ta thotë se si do të mbaj se nëse nuk do të pyesa si e me lekët do i kishe është një Pse mo të ndikon ajo në partnerin e ardhshëm të jetës? Sa jo thotë unë punoj vet, po edhe kur e ndihmon ai nuk është keq. Nuk ishte aq superficiale dhe e kështu. Mirë, shiko, unë them komunikoje tamam. Komunikoje seriozisht, jo thjesht sipërfaqësor, në mënyrë sipërfaqësore. E qaf mua, është gjatë. Është 1:90 gati. Aha, mund ta lësh po desh? Edhe pati pika të serën e vlonjatit. Pra shaka për zotin. Jo, nuk ka problem se dhe mua, domethënë po bëhem vetë ka il që t'i gjende një tjetër tani. Kjo telefonat është vjen edhe bën një plot twist e ka më të ndryshme. Ajo gjithë ndërkohë shikon shpirt, ne ndajemi, por kam një dhuratë për ty, kam një surprizë. Është ti t'lesh punën dhe që një zëvendësues që kompania mos vuaj dëmin. Edhe të mirë trajnuar. Sara mendoje. Kur vi Xhesi e mulume me telefon pa kod, se më fal, se unë kam vendosur që mos kem rrjete sociale se ne nuk i pëlqej. Goca unë do e lë pa manualin se nuk na pëlqen më. Unë mendoj që ai ka dëshirë të japi opinionet e tij për pa manualin, sepse ka shumë për të thënë. Po, madje, sepse unë i shikoj edhe në sytë ati pa manualin. Nasha? Duhet të them që Xhesianën me mendimet që ka Xhesiana bie më dakord. Po normal mos e një huleshë në mylli do dhe kjo ka të i bjen. Moj Megli, se po mund ta shofi. Mund të duke na parë pas një javë. Një gjëra që zgjidhemi më tepër është se unë bie më shumë dakord me Meglin. Dhe thot po ti modre e ke prej biletën me mu. Ti dhe unë bashkë për krau, në avion. Kështë po, Xhesit e di unë. Absolutisht, unë mendoj që këtu mbyllet kjo telefonat. Unë dhe ti do marrim Blertën me video call, që ti kërkojmë këshilla që s'do i përdor punë.
ti dëgjojmë, po nuk do t'i vëmë në përdorim. Edhe do shohim Gjesin që na përshëndet nga balkoni, se do i thot ai, a do me dal, dil në balkon me marr ajër. Marrëze. Po kështu na bën ndonjëherë. Ka qenë ora 3 natës i kam thënë, "Të lutem, a ka mundësi të dalim se kishim 2 ditë brenda në shtëpi?" Duke bërë aktivitet. Po, si gjithmonë. Dhe i them, do dalim, ishte ora 3, po Tiranë gjithmonë ka lëvizje. Pa hajde dalim deri te balkoni, sa se kërtoj ma bëri mua. Po dhe ti o goc, Tiranë ora 3, Tirana ka lëvizje, ora 3 është për gjumë o zemër, nuk është për të dalë. Në botën time dhe të Sarës utopike, ora 3 në New York, në Tiranë, dhe qyteti që nuk flek kur. Tëra, këshillat e mia aty dhe Sarës, ndoshta ndonjëherë mund t'ju vlejnë kur të jeni in your late 40s. Ndoshta. Me këtë ritëm. Duam të dëgjojmë. Me këtë Në ritëm. video call do jetë Gjesi diku në një kull më të larg të vendit më të larg. Unë nuk nasha shumë. E na kënaqë shumë për Sara, zotin. shumë faleminderit. Thank you, Sara. Faleminderit ju shumë goca. Sukses Shpresojmë- akoma më shumë inshallah. Po shpresojmë të kesh dalë diku me këtë. Me këtë telefonat. Nuk e dim deri ku do të ketë çu kjo telefonat. Po ne na kënaqë shumë. Jo, që ta dini, kjo telefonata mua më ka çuar fiks aty ku duaj me shoqet. Tani tantën krah kur thot Ashtu demoj motor, Ka bravo. lezet. Ço. E mirë. Të pudhim edhe shumë, i futet edhe një faleminderit. avion telefonit.